Ajo çka së fundmi është, nuk e dia, është moda, është e nevojshme, apo është luks, po ka lloje të ndryshme të aparateve, a ka rëndësi çfarë aparati vendosim për rezultat më të suksesshëm, apo varet krejt prej dëshirës? Ekzistojnë disa lloje të aparateve ortodontike, mobile, fikse dhe këto më inovative aparatet transparente. Thjesht duhet me gjetë një indikacion të caktuar so që njëra ose i bën konkurrencë tjetrit. Zakonisht aparatet ortodontike transparente preferohen në rast ende janë aparate nevojime sipër, po kryesisht për momenti përdoren për shkaqe estetike, ku kemi të bëjmë radhitjen e dhëmbëve dhe të rastet e lehta dhe mesatare. Ka të bëjmë me rezultatin kjo, domethënë. Ndërsa rastet më komplekse ende do të trajtohen me aparate ortodontike fikse, ku ato janë më në kontroll nga mjeku, pasi që ortodonti i vendos dhe i largon ato, përderisa aparatet ortodontike transparente duhet pacienti i vendos dhe i largon. Ato duhet për me pas një sukses ortodontik, duhet të mbahen tërkohën, gjithë ditën, për vetëm në momentet kur pacienti ushqehet. Këto i kanë përparësitë e veta realisht sa i përket higjienës orale, se janë më lehtë me mbajt higjiena orale, se sa aparatet ortodontike fikse, sepse gjatë aparateve ortodontike fikse du të kushtohet rëndësi higjienës orale edhe më shumë, për shkak që vetë ato pjesë përbërëse që janë briketa, tela dhe aksesorë ndryshëm që përdoren si pjesë përbërëse të aparatit ortodontik fiks, e bëjnë që ushqimi të ngjitet si dhe pllaku dental. Prandaj duhet t'i kushtohet rëndësi higjiena orale që dhëmbët të pastrohen pas çdo vakti ushqimor.